I nderuar fotolumtëria juaj kryepiskop I Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, I Zot Joani. Në emër të sinodit të shenjtë të kishës sonë, dhe në emër të gjithë klerit dhe popullit besimtar, në këtë përvjetor të parë, si primati I kishës tonë, ju urojmë nga zemra vite të shumta të bekuara dhe me shëndet. Ka qenë një vit me sfida të shumta, me ngjarje të pritura dhe të papritura. Por ju me ndihmën e Perëndis ja dolët në të gjitha. Falenderojmë Zotin, lavdi Zotit. Kryepiskopi I Ndjer Anastas me të vërtet në la një kishë të fortë, dhe për këtë gjithë kisha jonë do të jetë më njohur se ati në shekuj, por në la edhe një kishë si një anije të rënduar. Duhet një kapiten I Zoti që të mund të çojë këtë anije drejt limanit të saj, në gjurmët që nisi kryepiskopi Anastas, dhe ju ja dolët ta bëni këtë vit. Ju falenderojmë. Ja dolët edhe me mungesa të shumta, të cilën ndoshta të barë të rëndë të kishës sonë do t'ua kishin lehtësuar. Dhe kam në mendje këtu ish mitropolitin e Beratit, I Mzot Ignatin, të ndjerin mitropolitin e Gjirokastër, I Mzot Dimitrin, të cilët do ta kishin lehtësuar sa do pak barën tuaj të vështirë. Po përsëri, ju me aftësinë tuaj, me urtësinë tuaj, arritet që brenda këtij vitit të gjitha këto bështllëqe, vështirësi t'i përmbushit më së miri. Një sfidë shumë e vështirë për kishën tonë, të cilën e ndeshëm edhe në kohën kur kryepiskopi Anastas ishte primati I kishës sonë. Dhe në atë kohë shumë zëra kishte, jo vetëm brenda kishës, por edhe jashtë kishës. Çfarë do të bëhet me sfidën e vështirë ekonomike? Çfarë do të bëhet pas periudhës kur kryepiskopi Anastas do të mungojë? Por ju ja dolët edhe në këtë sfidë kaq të vështirë. Lavdi Zotit, ju falenderojmë. Ania ishte e rëndë dhe e vështirë për të udhëhequr. Ju deshet ta çonit në një det të trazuar, në të cilën vazhdon mbar bota ortodokse të jetë. Po ju me urtësinë tuaj ditët të vepronit ashtu si duhet të vepronte një udhëheqës I urtë. Me veprimin tuaj, me vizitën tuaj zyrtare në Patriarkatën Ekumenike, I treguat mbar kisha ortodokse, mbar botës ortodokse, se kisha jonë ortodokse autokefale e Shqipërisë do të vazhdojë në traditën e shquar shumë shekullore të ortodoksisë, do të vazhdoj të ruaj ato primatet të traditës së saj të shenjtë, por edhe dhatë mesazhin që kisha jonë do të vazhdoj të luaj një rol shumë të rëndësishëm për ruajtjen e unitetit të kishës. Ne ju falenderojmë, me gjithë zemër ju falenderojmë. Sfidat duken të lehta kur të tjerët I mbajnë mbi supe,
por kur e provojmë vetë, e dim sa e vështirë është kjo sfidë. Dhe ju ja dolet në të gjitha, dhe i dhatë sinodit të shenjtë, i dhatë mbarë klerit dhe popull besimtar të kishës sonë, sigurinë që ajo vepër e shkëlqyer e nisur nga ndjeri kryepiskopi Anastas do të vazhdoj edhe më tepër. Ju falenderojmë, ju jemi shumë mirënjohës, me gjithë zemër ju urojmë vite të shumta të bekuara dhe me shëndet. Shpirti i Shenjtë ju mbush të plotë me dhuratat e tij, që ashtu siç e përmbushë këtë vit shërbesën e Krishtit, të vazhdoni me vite e vite të shumta në udhëheqje të kishës sonë. Vite të shumta të bekuara dhe me shëndet. Ju falenderojmë për të gjitha.